Rreth 12.000 trupa ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vendet aleate të saj, përfshirë Kosovën, janë mbledhur në Ballkan në kuadër të fazës së dytë të stërvitjes Defender 25, të udhëhequr nga ushtria amerikane. Ushtrimi i zhvillohet nga 26 maj deri më 9 qershor, ka për qëllim të testojë se sa shpejt dhe sa efektshëm mund të dislokohen trupat amerikane në Europë për të mbrojtur krahun lindor të Organizatës së Traktatit Atlantikut Verior NATO, me aleatët dhe me partnerët. Kosova është një ndër 8 vendet ku do të zhvillohet stërvitja që sipas Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara, synon të forcojnë mbrojtjen kibernetike dhe të demonstrojnë kapacitetet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve. Ish koloneli i FSK-s Afrim Veseli e ka quajtur një ditë më të bukur teksa ushtrinë e Kosovës, Shqipërisë dhe SBA-s të zhvillojnë ushtrime të përbashkëta ushtarake. Sipas tij, ky veprim është treguesi i epokës së forcimit të ushtrive në mbrojtje të lirisë jo vetëm në vend, por edhe në mbar botën, dhe Segli thekson se ushtrimi ka rëndësi të veçantë për Kosovën si në aspektin politik, ashtu edhe profesional. A ka ditë më të bukur se sot, në ditën kur dy ushtrit tona, Kosovës dhe Shqipërisë, janë të rreshtuara së bashku me ushtrinë amerikane, në rreshta dhe në kolona, në ushtrime për betejë për mbrojtje të lirisë dhe lirisë së popujve të tjerë. Pra konkludohet se ky ushtrim është tregues i qartë se jemi në shekullin e forcimit të ushtrive tona në mbrojtje të lirisë në vendin tonë dhe kudo në botë. Ky ushtrim ka rëndësi të veçantë për Kosovën në shumë dimensione, tha ai. Ish koloneli ka vlerësuar si historik ushtrimin e përbashkët të Kosovës, Shqipërisë dhe SBA-s. Ai tha se ky është një mesazh i fuqishëm për Serbinë, Rusinë dhe për ato vende të NATO-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Sipas Veselit, përfshirja e Kosovës si një vend pritës tregon rrugtimin e saj të sigurt drejt NATO-s. Ai shtoi se për FSK-n ky është një test profesional për njësitë, sistemet dhe ndërveprimet me NATO-n që hap rrugë për misione ndërkombëtare në të ardhmen. Së pari është mesazh për hordhitë e Serbisë dhe Rusisë, se liria e Kosovës mbrohet nga Kosova, Amerika dhe tërë NATO. Së dyti, përzgjedhja e Kosovës si territor për mbajtjen e ushtrimeve është mesazh edhe për disa vende të NATO-s që ende se kanë njohur Kosovën dhe se ato duhet ta pranojnë se Kosova ka rrugtimin e saj të sigurt drejt NATO-s. Në aspektin profesional, FSK-ja do t'i testojë njësitë e saj në ushtrim praktik fushor, sistemet e saj të komunikimit, sistemet e armave dhe çka është më e rëndësishme janë ndërveprimet e njësive tona me ato të NATO-s që hapin rrugë në një të ardhmen që FSK të jetë pjesë e misionit të NATO-s kudo në botë. Uroj që këto mesazhe të dhëna nga Amerika ta kuptohen si dhuratë që veç Zoti dhe Amerika dinë t'ja japin Kosovës. Uroj që edhe kushdo që është në pushtet në Kosovë ta kuptojë mirë se rruga vetme e Kosovës është rruga në të cilën kemi bashkëkurdhëtar Amerikan. Ndihem pak xheloz që kolegët e mi që sot fillojnë ushtrimin, Zoti qoftë në krahun e ushtarëve tanë, e di që ata do të na bëjnë krenar, përfundon ai për bota sot.